kjo është pjesë e punës. Njerëzit janë të tillë. Ndigjo, rrugtimi im nuk ka qenë i lehtë. Edhe prindi kur vetë kalon peripeti, kalon vështirësi, natyrisht që nuk ka qef fëmijët me i pas në atë rrugë të vështirë edhe ata me kalua. Dhe nuk kam pas dëshirë me thonë të drejtën për këtë shkak, sepse rruga ime nuk ishte e lehtë. Po tash, kur Kosova është e lirë, edhe kur kënga këndohet për qejf, dhe pse jo, kur kanë talent, pastaj unë gjithmonë jam e gatshme t'i përkrah, dhe tash kam qef që po këndojnë pa angazhuar. Po du më ndalë dhe kjo pjesa rrugtimi shumë i vështirë. Kuptohet në ato edhe gjatë kohës së para luftës, gjatë luftës, dhe më thonë ti ke qenë gjithmonë, po e thema shënjestra, ndoshta për shkak këngëve patriotike, që më një farë forme shpeshherë mallin mërzim, por edhe atë trimnin e kemi marrë prej muzikës edhe këngës. Po jashta këtyre pengesave, që kuptohet që i ke kaluar, ka pas në rrugtimin tënë për 50 viteve, edhe pengesa për shembull, edhe prej kolegëve. A ka pas xhelozi edhe para luftës në këtë pjesë, mrena këngëtarëve, mrena artistëve? Ose pengesa? Shiko, kjo është pjesë e punës. Njerëzit janë të tillë. Domethënë ti shpesh të vjen keq sepse Zoti e krijoi njeriu edhe gjithë të mira ja dha, po pastaj na e shpërfaqim atë ligësinë thjesht në forma të ndryshme. Kudo, në çfarë do të shoh profesioni, njeriu nuk është shumë me shpirt të madh, me pranua dhe suksesin e tjetrit, edhe kjo sigurisht se secili e keni përjetuar në punën e juaj, edhe unë natyrisht si të gjithë të tjerë, si kam shpëtuar kësaj. Ka qenë më dukshme, është tani pas luftës, po e daj kështu në 2 etapa, domethënë para dhe pas luftës. Ndoshta jetu menua është fryma e njëjtë e xhelozisë, edhe ai apo është rrit më shumë? Para luftës, këngët e mia kanë qenë këngë patriotike, edhe me thënë të drejtën, tash nuk po e marr unë flamurin, mirë, po megjithatë e kam qenë i model për gjithë ata që nështë kanë menduar që nëse kjo guxon, hajtë po guxojmë edhe na. Mirë po i kompri, më vjen keq me Po flasim pa, domethënë vërtetën, se ato e dim gjithë ne. Pas luftës, ka qenë ma e vështirë. Ka qenë ma e vështirë, sidomos unë nuk e di. Kom pas shumë shpesh, kom pas pyetje çka do të kënojsh tash se lufta shkoi, s'ka më këngë patriotike. Thash, inshallah s'përjetoj më luftë se unë kam e vdek me këngë patriotike.